Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Përfunduan procedurat e tenderimit për ndërtimin e pjesës së dytë të autostradës Shkup-Blac. Zëvendës kryeministre e transportit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Kaltrina Zakolli-Sheqeri, deklaroi se është në pritje të përgjigjes nga Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për një pjesë të kredisë dhe më pas fillimin e punës. Pasi që për autostradën Shkup-Blac kemi një pjesë të grantit, por edhe kemi një pjesë të kredit që mirret nga Banka Evropiane për rikonstruim dhe zhvillim. Gjithçka tani varet prej tyre. Prisim sinjal pozitiv dhe kur të marrim një përgjigje pozitive, shumë shpejt do dalim në terren për fillim. Ishte zëvendës ministre e transportit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Kaltrina Zakolli-Sheqeri. Rreth 720 efektiv të strukturave speciale në Shqipëri pritet të përfitojnë deri në 20% rritje page. Ministri e Punëve të Brendshme, Albana Koçiu, deklaroi se nga kjo rritje do të preken efektiv që ndodhen në vijën e parë të përballjes me krimin organizuar dhe individët me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Bëhet fjalë pikërisht për 3 struktura të rëndësishme, siç janë forcat Renea, siç janë forcat kombëtare të sigurisë dhe forcat e posaçme operacionale. Efekti financiar i kësaj rritje është parashikuar në buxhetin e shtetit për 2026-ën. Me rritjen që këto kategori marrin tani, mjafton të them që një inspektor i thjesht në Renea kalon në pothuajse në një pagë 1.600 euro, ndërsa për një drejtues në Renea në një vlerë 2.300 euro. Në fillim të vitit, i gjithë aparati i policisë së shtetit dhe Garda e Republikës përfituan nga një tjetër rritje pagash. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ministri i Financave dhe i Transfereve i Kosovës, Sekuran Murati, nga seanca plenare deklaroi se projekt buxhetit 2026 është i përkohshëm dhe emergjent. Në këto kushte sipas tij nuk ka kohë për ndryshimet të propozuara as nga ministrit dhe as nga përfaqësuesit e opozitës. Nga foltori e Kuvendit, Murati kërkoi që përpos 5 amendamenteve, 3 në pjesën tekstuale, korrigjime teknike dhe 2 në pjesën tabelare për komunat, të mos mbështeten amendamentet e tjera meqense ka përfshirje financiare. Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të votojnë buxhetin për vitin 2026. Shkak janë bërë refuzimet e amendamenteve të propozuara prej tyre. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Arjani Tahiri, në deklaratën e tij në hollin e Kuvendit, tha se për një proces të padrejtë, siç është ai që po bëhet ndaj shkrerëve të UÇK-s, më e paktë që do të mund të bënin institucionet është të rrisnin mbështetjen. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës pati rezervat e saj për projekt buxhetin 2026. Shefi i grupit parlamentar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, pret bashkëpunim me qeverinë për miratimin e ndryshimeve në buxhet. Tahiri tha se pret reagimin e qeverisë dhe nëse do të ketë përkraje për buxhetin. Amendamentet janë kryesisht të lidhura me sektorin e sigurisë, ato që synojnë të mbështesin policinë, ushtrinë, disa investime kapitale që lidhen me komunat ku ne udhëheqim si dhe projektin e autostradës së Dukajgjinit, deklaroi Besnik Tahiri nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.